Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Në këtë mbrëmje të sejntes do të flasim për gjuhën shqipe. Në pjesën e parë të emisionit do të ndalemi tek puna e bërë për fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Do të keni mundësi të ndiqni 2 intervista realizuar në mjediset e Universitetit Fanoli të Korçës, e para me profesor Dr. Ali Jasharin dhe dyta me Dr. Olger Bramen, edhe ai pedagog në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë pranë këtij universiteti. Janë 2 antar, 2 pjesëtar të grupit të madh të punës që kanë punuar për hartimin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, tashmë një projekt i kthyer në realitet. Një fjalor i cili mund të gjendet online për të gjithë përdoruesit e tij. Ende nuk është vendosur nëse këto ditë, pra ky fjalor do të printohet apo jo, sepse ka ende punë për të bërë. Fjalori do të kalojë në një fazë të dytë, ku i lihet hapësirë çdo lexuesi, çdo përdoruesi të jap mendimin e tij. Fakt, profesor Dr. Ali Jashari dhe profesori nderuar Olger Brame janë pjesë e grupit hartues të këtij fjalori, bashkë me shumë pedagogë dhe akademik të tjerë që janë bashkuar këtij grupi. Dhe kanë punuar natyrisht, tashmë u bën vite që punojnë për realizimin e këtij fjalori, një projekt shumë i rëndësishëm i Akademisë së Shkencave. Do ndjekim pikërisht punën e bërë për këtë fjalor, mendimet e tyre për sa i përket hartimit të këtij fjalori, por natyrisht edhe shtimit të fjalëve të reja në të, si dhe mënyrës se si shumë prej nesh mund ta përdorin këtë fjalor online, por jo vetëm, sepse shumë shpejt ai do të vi edhe i printuar. Do të keni mundësi ta ndiqni në këtë pjesë të parë e do të rikthehemi sërish në studio. Hartimi i një fjalori të tillë të tipit madh ka qenë një kërkesë e kajshme, nuk është shtruar as para 5 vjetësh kur nisi puna për fjalor, por qysh përpara, sepse fjalorët janë pjellë e zhvillimeve ekonomike shoqërore, janë pjellë e zhvillimit dhe vjen një kohë kur fjalët e reja që janë krijuar, por dhe fjalë të tjera të sferës teknike, të informacionit dhe tjera, duhet të përmbledhen dhe trajtohen në një fjalor. Fakti është që para 5 vjetësh Akademia e Shkencave mbi bazë të një projekti për këtë fjalor që hartoi akademiku Jani Thomaj dhe Valter Memishaj, nisi puna për pikërisht për këtë hartim. Në fillim u ngritën grupet e punës sipas drejtimeve të shtresave leksikore. Për këtë punuan gati 8 grupe, të cilët u marrën edhe me përgatitjen e kartotekës online, pra kartotekës digjitale të fjalorit, një kartotekë që përmban rreth 800 milion skeda përdorimi, domethënë shembuj përdorimi për fjalë të ndryshme. Pasi mbaroi hartimi i kartotekës, filloi puna për hartimin e vetë fjalorit. Në fillim u hartua ai që quhet fjalës, për shumë për çdo fjalor, përgatitet edhe miratohet një fjalësi, pra cilat fjalë do të përmbajë fjalori. Fjalorët në përgjithësi janë, si thosh, një arkiv i gjallë i gjithë leksikut që nga fillimet, të paktën që nga botimi i fjalorit Frank Bardit të vitit 1635, edhe deri në ditën sotme. Themi, fjalori është një arkiv sepse aty çdo kush kërkon një fjalë që i duhet për ta sqaruar se cili është kuptimi leksikor, po është edhe një mjet pune për të gjithë, jo vetëm siç thash për shkollarët, për studentët, për mësuesit, për përkthyesit, për njerëzit e shkencës e tjera, por edhe për gjithë ata që janë të interesuar për gjuhën shqipe. Pra fjalori është një mjet pune dhe sa më i pasur të jetë ky fjalor, aq më mirë është për shqiptarët. Ky fjalor ka një tipar shumë të rëndësishëm, sepse grupet e punës që u morën me hartimin e tij nuk janë vetëm punonjës të Akademisë Shkencave, po janë profesorë të universiteteve shqiptare dhe të institucioneve shkencore dhe arsimore të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Pra, si thua, fjalori i madh i gjuhës shqipe ka një prurje nga të gjithë të folmet e Shqipes, madje edhe nga diaspora. Për shembull, edhe për këtë fjalor
është përfshirë ai që quhet leksiku arbëresh dhe punon një grup i veçantë për këtë punë. U them se fjalori i madh i gjuhës shqipe mbetet vepra më e madhe e leksikografisë shqiptare, e cila do të reflektojë, do të pasqyrojë gjithë këtë punë dhe zhvillimin e mëtejshëm të leksikut dhe leksikografisë shqipe. Në historinë e leksikografisë shqipe, po edhe atë botërore, ky është një nga fjalorët e parë, që botohet për Shqipen, sepse për gjuhë tjera, fjalorë të tillë të tipit madh janë botuar prej kohësh. Në leksikografinë shqiptare, njihen fjalorë të tipit vogël, siç është fjalori i vitit 1954, fjalori i tipit mesëm, ai fjalori i 54-s kishte rreth 25.000 fjalë, fjalori i tipit mesëm që është fjalori botuar në vitin 1980, botimi i Akademisë së Shkencave me rreth 41.000 fjalë, dhe fjalori për cilin po flasim në fjalori i madh i gjuhës shqipe, që përmban rreth 125.000 fjalë dhe shprehje frazeologjike të tjera. Pra, për nga numri, në radhë parë për nga numri quhet fjalori i madh. Në hierarkinë siç i përmenda të njësive të fjalorëve gjuhësor shpjegues, ky zë vend në parafundit sepse mbi fjalorët e mëdhenj janë fjalorët ata që quhen fjalorë thesaurës, që përfshin mbi 150.000 fjalë dhe deri në numër tjetër që mund të ketë një gjuhë. E dyta, e bën të madh edhe vëllimi i strukturave kuptimore që përmban një fjalë. Kur të krahasuar me vitin 1980, fjalorin e këtij viti, struktura kuptimore është zgjeruar gati me 3 fishin. Për shembull, nëse flasim për 125.000 fjalë, aty ka rreth 400.000 kuptime. E treta, këtu zgjerohet edhe prerja kohore, për shembull, që merret në prerjen e sotme të zhvillimit të gjuhës dhe kalon deri në shekullin e 15-16 të shkrimit të shqipes. Pra përfshihen edhe fjalë historike, edhe fjalë të vjetruara, po edhe fjalë të jetës përditshme sot, të teknikës. Për herë të parë mund ta them që përfshihen edhe fjalë të përdorimit të përditshëm që lidhen me shkencën, me teknikën dhe sidomos me shkencat kompjuterike, me të informatikës. Ato janë përfshirë në fjalor, janë shpjeguar kuptimi i tyre, është dhënë në klapa burimi prej gjuhë vjen për shumë prej anglishtes, frëngjishtes apo italishtes, dhe janë dhënë edhe shembuj të përdorimit për shumë të tipit Bluetooth, Facebook. Sigurisht këto janë fjalë të kulturës dhe të shkencës botërore dhe ndaj këtyre mbajnë një qëndrim pohues, sepse këto bëjnë pjesë në atë që quhet leksiku aktiv. Kështu që s'ka asnjë gjë të keqe që çdo lexues i gjej këto në fjalori i madh i gjuhës shqipe. U vendos që në fillim që do të jetë së pari në formë elektronike dhe çka u realizua, që shqiptarët kudo që janë mund ta përdorin këtë fjalor. Qëllimi kryesor ishte që njerëzit që janë të interesuar, jo vetëm njerëzit e penës, pra shkrimtarë, gazetarë, po edhe njerëz të tjerë, të cilët do ta shfrytëzojnë këtë, mund të rrëvejnë që mund të ketë një mangësi, një tëmet, po mund të ndodhë që një fjalë apo shumë fjalë nuk janë pasqyruar ende në fjalor. Ka shumë anë të mira dhe njerëzit pastaj nëpërmjet postës që është vënë aty, postë elektronike, ku çdo kush mund të klikojë aty, të shënojë adresën elektronike dhe pastaj të shtojë fjalën ose urrejtjen që ka të bëjë. Pikërisht kështu, dhe kjo ne shpresojmë që kjo mënyrë që na jep teknologjia sot, natyrisht, sepse më përpara nuk mund realizohej kjo mënyrë e bën që fjalorit të marrë një vull të fortë të beskueshmërisë, të njëmendësisë, po edhe të pasurisë që ka dhe që mund të pasurohet edhe më shumë. Pas 9 muajsh, redaksia do të marrë të gjitha vërejtjet apo këshillat apo prurjet që do sjellë kjo formë, kjo mënyrë e komunikimit me lexuesit,
dhe do t'i pasqyroj ato për një kohë shumë të shkurtër, do t'i pasqyroj në fjalor dhe pastaj do përgatitet për botimin, për printimin letër, që do të besoj që do të realizohet ndoshta vitin e ardhshëm. Ka një shprehje që thotë në fushën e letrave, kështu që thotë që fjalorët janë veprat që vjetrohen më shpejt. Duke si e pa kuptim të kjo, domethënë, po sepse për shembull u botua sot fjalori, nesër ka lindur një fjalë e re, që domethënë prandaj edhe quhen vjetrohen shumë shpejt. Them që ky fjalor do t'i shërbej gjithë njerëzve, do t'i shërbej çdo kujt që merret me gjuhën shqipe. Pra, siç e thash edhe në fillim, që fjalorët janë një mjet, janë një vegël shumë e çmuar që njerëzit e sotëm edhe të tjerë duhet ta kenë në dorë për punën e tyre, për jetën e tyre, për sqaruar gjithçka që u duhet. Fjalori i madh i gjuhës shqipe gjendet për gjithë përdoruesit në funksion të përdorimit të tij, nga gjithë përdoruesit në formatin online. Që do të thotë gjithë puna që është bërë nga grupi i hartuesve dhe redaktuesve të këtij fjalorit të madh tashmë na paraqitet edhe në një formë të re, dhe kjo është, si mund të themi, risia e këtij lloji fjalori, që përveç se është një fjalor i tipit të madh, ai gjendet edhe në format elektronik, në të gjitha pajisjet elektronike, pra mund të hapet në kompjuter, në laptop, në telefon, pra në çdo pajisje elektronike, për ta vënë në dispozicion të përdoruesit. Tashmë puna kryesore ka mbaruar, por nuk ka mbaruar krejt puna e fjalorit, sepse faqja online që është vënë në dispozicion ka një panel për përdoruesit për të dhënë sugjerime. Çka do të thotë që duke marrë parasysh volumin e madh të punës që ka ky fjalor, është punuar për një periudhë 5 vjeçare nga një grup shumë i madh hartuesish, janë gati 30 hartues, nga një grup shumë i madh bashkëpunëtorësh, nga një grup i konsiderueshëm redaktorësh të fjalorit dhe korrektorësh, dhe gjithsesi ka gjëra që mund të kenë nevojë për të vetë volumi i madh i punës e justifikon, po themi në thonjza, dhe ndonjë gabim të mundshëm që mund të ketë shpëtuar, edhe për shkak të, po themi, volumit, edhe për shkak të kohës. Kjo është njëra anë, do me thënë që në faqen online të fjalorit, kjo krijon mundësi që sugjerimet, vërejtjet e përdoruesve të reflektohen dhe mund të rregullohen në fjalor. Së dyti, duhet kemi parasysh që është një grup pune që ka punuar me këtë fjalor, sigurisht mbi një udhëzues të unifikuar nga të gjithë, pra duke u nështruar në hartimin, në korektimin dhe redaktimin të njëjtave rregulla, dhe kjo përballë vihet me përdoruesin i cili përdorues mund të ketë formim të ndryshëm, gjuhësor ose jo, këndvështrime të ndryshme për fjalë ose fjalorin mund të ketë kritika, po themi, ose pikë vështrime të natyrës që pse nuk është futur kjo fjalë ose pse është futur kjo fjalë. Dhe në faqen online, kjo i është dhënë mundësi që çdo përdorues këtë panel ta përdor për të dhënë sugjerimet, siç e theksova, dhe vërejtjet e veta. Kjo faqe do të jetë, ose ky panel, po themi, për vërejtje dhe sugjerime, do të jetë për një periudhë 9 mujore për gjithë përdoruesit, ku çdo kush mund të jap vërejtjet dhe sugjerimet e tij. Dhe pas një periudhe 9 mujore, Akademia e Shkencave ka ngritur një grup të posaçëm, një komision, po themi, të posaçëm, i cili do të shqyrtojë këto vërejtje apo sugjerime për t'i reflektuar brenda një periudhe që pason për gati 3 muaj, në mënyrë që në vitin e ardhshëm, pasi të reflektohen gjitha ndryshimet dhe sugjerimet, ky fjalor të botohet edhe në letër. Por pavarësisht se fjalori do të botohet në letër, përsëri ai do të jetë në dispozicion të gjithë përdoruesve të gjuhës shqipe, do të jetë përsëri në faqen online të tij.
që në kriteret e hartimit është sqaruar edhe në faqen online në parathënien e fjalorit, ai është një fjalor që do të përdoret për një shtresë të madhe përdoruesish, që nga akademikët, studiuesit e deri te përdoruesit e zakonshëm të gjuhës, nxënësit e shkollave. Pra çka do të thotë që një format i tillë në këtë formë, pra siç është online, është dhe një ndihmës më shumë, po themi, një lehtësi më shumë për gjithë ata që merren me fjalorin, siç e thash, edhe për studiuesit e gjuhës, edhe për shkrimtarët, edhe për ata që mësojnë gjuhën shqipe, edhe për nxënësit, pra për çdo që përdor fjalorin, kjo do të jetë një lehtësi shumë e madhe në përdorimin e tij. Që në hyrje të fjalorit, redaksia qendrore ka dhënë sqarimet e veta për gjithë ata që do ta përdorin fjalorin, pse edhe cilat janë ato fjalë të ashtu quajtura, po themi tani, të huaja që janë futur në fjalor. Ndoshta do të jetë, po themi, në mendimin tim personal, ndoshta mund të jetë edhe pika më e kritikueshme nga përdoruesit, gjëja e parë që mund të thonë që pse janë futur fjalë të huaja në fjalor, por kemi parasysh që siç e theksova, edhe ato fjalë të huaja, po i quajmë kështu, që janë futur në fjalor, ato tashmë janë bërë pjesë e përdorimit të gjuhës, e përditshmërisë së gjuhës. Qoftë kjo e stilit të përditshëm bisedor, qoftë kjo e stilit juridiko-administrativ e të tjera. Nëse ne një pjesë të këtyre fjalëve të ashtu quajtura të huaja, sot i kemi futur në përdorim në gjuhë dhe i përdorim, nuk shoh ndonjë arsye që të mos përdoren në fjalor. Gjithsesi, futja e tyre në fjalor ka dhe një mundësi, po themi, për të mos e zhbërë gjejsen e tyre në shqip, që do të thotë të gjitha këto fjalë të huaja që janë futur tashmë, gjenden ndendur në përdorim, në shpjegimin e tyre nuk shpjegohen si çdo fjalë tjetër në fjalor, por shpjegimi i tyre jepet me sinonimi, me fjalën sinonime të gjuhës shqipe. Pra, që për përdoruesin e gjuhës, përdoruesi i gjuhës mund ta gjejë këtë fjalë në fjalor, por kuptimi i saj është po një fjalë e gjuhës shqipe. Pra, do ta çoj po përsëri te fjala e gjuhës shqipe. Por siç e theksova, vendimi për të futur dhe fjalë të tilla ka të bëjë me dendurinë e tyre të përdorimit sot në gjuhë, dhe kjo është një nga arsyet. Ka një listë fjalësh të huaja që do të qëndrojnë edhe si të tilla, po themi, në fund të fjalorit, për të parë nga përdoruesit dhe për të kuptuar këtë logjikë të futjes dhe përdorimit të tyre në fjalor. Nuk mund të flas për një shifër dhe nuk besoj që është bërë në dijenin time si hartues, jo, po dhe nga redaksia nuk di të jetë bërë një llogaritje fjalëve të huaja, por di të them me saktësi këtë që ka pasur një kriter se cila do të ishte ajo fjalë e huaj, dhe ky kriter ka qenë denduria e përdorimit. Pra, nëse një fjalë e huaj, po i quajmë tani kështu, nga të gjitha burimet që janë shfrytzuar nga hartuesi, del disa qindra herë ose mijëra herë, pavarësisht se është e huaj, kjo tregon që ajo është bërë pjesë e leksikut të shqipes. Ndërsa një fjalë e huaj, po themi, nëse del nga të gjitha burimet që janë shfrytzuar, del një herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, më duket se ajo s'ka kuptim që të jetë pjesë ose të bëhet pjesë e fjalorit. Një nga risitë e këtij fjalori është ajo që bie në sy, që është numri i madh i fjalëve dhe i kuptimeve, çka do të thotë që është përdorur një bazë e gjerë burimesh, çka ka bërë pjesë të fjalorit pasurinë e dialekteve, e cila është një pasuri e padiskutueshme e gjuhës. Pra, nga të dyja dialektet janë marrë fjalë të cilat janë bërë pjesë e fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Është marrë me shumë kujdes, po themi, dhe me vëmendje të veçantë të gjithë bota shqiptare, jashtë trojeve shtetërore të Shqipërisë, çka do të thotë që ka pasur, po themi, një përdorim të madh burimet edhe, po themi, element të fjalorit të futur nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, po dhe po,
nga Mali Zi edhe ajo që është më rëndësishme edhe nga arbanitasit dhe arbëreshët e Italisë, për cilët ka pasur një grup të posaçëm pune nga profesorë të nderuar, siç ka qenë profesor Shezai Rokaj, akademik Gjovalin Shkurta dhe akademik Valter Memisha, i cilët janë marrë posaçërisht me këtë pjesë. Ndërkohë, pjesë e grupeve të punës kanë qenë gjuhëtar nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, qofshin këta si artues ose si bashkëpunëtor, për t'i dhënë fjalorit një karakter kombëtar, pavarësisht, po themi, se ai botohet nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, por hartuesit edhe, po themi, bashkëpunëtorët kanë qenë nga të gjitha trojet shqiptare. Për ta pasuruar këtë fjalor, sigurisht edhe me pjesën, po themi, të dialekteve, të kësaj pasurie të pashtershme që ka gjuha shqipe. Element tjetër i ri është që nuk e kanë pasur fjalorët e tjerë, është mënyra se si është konceptuar frazeologjia brenda këtij fjalori, dhe për pjesën më të madhe të fjalëve janë dhënë dhe vargjet sinonimik, që do të thotë edhe në aspektin, po themi, të lehtësisë online që është në fjalor. Nëse ne shkojmë të një fjalë, në fund të kuptimeve të saj ndodhet e vargu sinonimik, i cili thjesht me një klikim mund të na çojë në mënyrë të drejtë për drejtë tek fjala tjetër. Pra që është një pjesë, po themi, që nuk e kanë pasur fjalorët e tjerë të deritanishëm dhe ndërkohë brenda kuptimeve në pjesën më të madhe të fjalëve, aty ku ka qenë e mundur, janë dhënë dhe po themi antonimet ose të kundërtat e fjalëve, që dhe kjo është një risi tjetër që na sjell ky fjalor. Mirë, duke falenderuar të dy profesorët e nderuar, ne do të kalojmë tani në pjesën e dytë, do të kemi të ftuar të veçantë dhe do të flasim për konkursin e gjuhës shqipe. Për të katërtim vit radhazi është zhvilluar konkursi kombëtar i gjuhës shqipe, një iniciativë kjo e Ministrisë së Arsimit, që ka bërë bashkë në fakt edhe këtë vit 20 shkolla në rang vendi. Megjithatë duhet theksuar që fazat e para të këtij konkursi kanë filluar brenda zyrave vendore arsimore, pastaj brenda drejtorive rajonale arsimore, janë shpallur fituesit, të cilët më pas janë bashkuar shkollave të tjera në rang kombëtar. Vetëm 2 ditë më parë ka përfunduar ky konkurs, janë shpallur fituesit, e shumë shpejt, ndoshta në ditën e mësuesit, do të shfaqet në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar një grup nxënësish që kanë përfaqësuar në mënyrë dinjitoze zyrën vendore arsimore të Korçës. Përpara se sa t'i prezantoj, dua të theksoj që kanë pasur mundësi të përballen me shokët e shoqet e tyre të shkollave 9 vjeçare. Është zhvilluar fillimisht një konkurs brenda zyrës vendore arsimore Korçë Pustec. Janë përballur e janë mundur të shpallen 4 fituesit. Në vendin e 4 ka mundur të dalë shkolla 9 vjeçare Naum Vegjil Haxhi, në vendin e 3 shkolla 9 vjeçare Sevasti Qiriazi, në vendin e 2 shkolla Stavri Themeli. Dhe në vendin e parë, mësëntoria e parë shqipe. Dua të theksoj që kjo shkollë është përballur më pas edhe me shkollat e tjera në rang drapi, pra me shkollat e tjera të cilat janë pjesë e drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar në Korçë. Dhe së bashku me një shkollë tjetër 9 vjeçare në Elbasan, shkolla 9 vjeçare mësëntoria e parë shqipe ka mundur të dalë me pikë të barabarta, me 90 pikë, duke mundur kështu të kalojnë në fazën finale në konkursin me 20 shkolla të tjera në rang kombëtar. Në fakt, në moton Gjua Shqipe në epokën digjitale, ky konkurs ka treguar edhe këtë vit se gjuha jonamtare ruan jo vetëm rrënjët e trashëgimisë son, por ecën edhe me kohën, duke bërë pjesë e inovacionit, teknologjisë dhe mendimit kritik të brezit të ri. Janë 20 shkollat më të mira në rang kombëtar për të treguar aftësitë e tyre në të folur dhe në të shkruar, duke dëshmuar pasionin dhe përkushtimin për gjuhën shqipe. Përpara se sa të prezantoj të ftuarit, do të më lejoni që të prezantoj të 20 shkollat që janë bashkuar këtij konkursi, nga 20 vende të ndryshme të Shqipërisë, është shkolla Azem Ajdari në Paskuqan, Bajram Curi në Kukës, shkolla numër 3 në Laç, Ismail Qemali në Shkodër, Ismail Qemali në Vlorë, Naim Frashi në Gjirokastër, Mihal Nako në Fier, Zoza në Fier, Qybra Sokoli në Prenjas, Qamil Guranjaku në Elbasan, është shkolla e cila ka dalë me pikë të barabarta së bashku me shkollën 9 vjeçare mësëntoria e parë shqipe në Korçë, Aslan Shahini në Gramsh, Kushtrimi i Lirisë në Durrës,
Selim Alliu në Dibër, 31 Koriku në Mat, Tahir Hoxha në Klos, Edi Durham në Tiranë, Bërxulla në Vorë, Rilindja në Kavaj. Këto janë 20 shkolla që kanë marrë pjesë në fazën finale në Tiranë dhe do të më lejoni tani të prezantoj 5 nxënësit e shkollës 9-vjeçare mësënore e Pashqipe që janë bashkuar këtij konkursi, kanë vetëm 2 ditë që janë kthyer nga Tirana dhe kam kënaqësinë të prezantoj Eni Elefteriun. Eni, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që të kam të ftuar në studio si përfaqësuese e brezit tonë, po mbi gjitha të grupit që ti përfaqëson. Kënaqësia është e imja. Kris Kërëku. Kris, mirë se erdhe. Faleminderit. Jam i lumtur të jem këtu. Kënaqësia është e imja. Mei Kapurani është pjesë e grupit dhe 2 antarë të tjerë do t'i prezantojmë pak momente më vonë, të përgatitur në kujdesin e veçantë të mësuesës së tyre të gjuhës shqipe, Miranda Petriti, që e përshëndesin, që natyrisht pjesë e kësaj fitore është pa diskutime dhe mësuese Mira. Besoj jeni deri diku të kënaqur, cilat ishin pritshmëritë tuaja nga konkursi në Tiranë. Eni? Po, atëherë ne jemi përgatitur për këtë konkurs që në fillim të dhjetorit dhe kemi disa muaj që po bëjmë një punë të palodhur për të arritur rezultatet sa më të mira në konkurs. Ne jemi vërtet të kënaqur me arritjen tonë dhe kemi shpalosur të gjitha aftësitë. Të gjitha aftësitë, po nuk e vë fare ndyshim. Eni, ju besoj konkursi në Tiranë ishte me një lloj shorti, që zgjidhet fare rastësisht. Ju ka rënë shorti dhe keni konkuruar me cilën shkollë? Me Edi Durhamin të Tiranës. Me Edi Durham në Tiranë, po. Emocionet në momenti që morët vesh që ishit me një shkollë me emër në fakt në Tiranë, çfarë menduat? U emocionuar vërtet, ishte një shkollë vërtet e përgatitur dhe ne e dinim se do ishte një përballje e vështirë. U përpoqëm, bëmë të mirën tonë dhe... Si u duk atje konkursi? Ishte një emocion vërtet i veçantë, pak ndryshe nga fazat e mëparshme, ishte një emocion më unik, më i madh, ishte diçka. Po, patjetër, sepse kishit shok dhe shoqe që nuk i njihnit fare, se ndoshta këtu në rank zëvaje edhe njiheshit me njëri tjetrin nga shkollat e tjera. E kishit pak edhe më të thjesht kur e njihni njëri tjetrin. Kris, emocionet e tua? Ishte vërtet. Vetëm pak ditë që keni ardhur nga Tirana edhe konkursi shkoi mirë? Përpoqëm dhomën të mirën tonë. Për mua rëndësi kishte që arritëm deri në atë pikë ku mund të prezantonim Korçën dhe në Tiranë. Ishte vërtet një eksperiencë për ne të kalonim kohë me shokët dhe shoqet tanë dhe sidomos një mundësi për të mësuar më shumë mes gjuhës shqipe. Shpalosëm gjithë aftësitë tona, përpoqëm aq shumë sa mundëm, në fund fare një shkollë duhet të mbasë. Po, patjetër. Gjithmonë ka një fitues, po e rëndësishme është që edhe humbja në thonjza është dinjitoze. Gjithsesi ju jeni fitues. Me si është bërë për zgjedhja juaj? Duke parë rezultatet tona në shkollë dhe sa shumë punë ne jepnim për të dhënë ato rezultate, mësuesja jonë na zgjodhi ne të pestë që të përfaqësonim klasën tonë. Se në fazën e parë përfaqësuat klasën, shkollën, zëvanë? Po, si fillim klasën, më pas shkollën, më pas zëvanë dhe para 2 ditësh, siç do të shihet edhe në ekran më vonë, ne kemi përfaqësuar dhe Korçën. Dhe Korçën, patjetër. Në përgjithësi, tendenca e të rinjve sot është që të shkojnë drejt konkurseve të IT-ve. Po. Pse e bë të zgjedhje për t'ju bashkuar konkursit të gjuhës shqipe? Çfarë ju tërheq tek gjuha? Ne të pesë nxënës gjithmonë kemi dashur shumë gjuhën shqipe, kemi vlerësuar, kemi dhënë gjithmonë më të mirën në orët e gjuhës shqipe dhe mësuesja këtë gjë e kishte vënë nga ne. Dhe sigurisht ne edhe në këtë sfidë, pra në konkursin e gjuhës shqipe, vendosëm që të japim më të mirën, të tregonim veten tonë se vërtet e donim gjuhën shqipe dhe ishte diçka e veçantë se siç përmend edhe ti, të gjithë nxënësit po fokusoheshin në konkurse ICT-a për shembull e të tjera, por ky konkurs ishte diçka shumë e veçantë dhe sigurisht ne e morëm si sfidë dhe vërtet e pëlqyem. Vërtet. Pavarësisht të gjuhëve kompjuterike, pa gjuhën tonë anëtare ne nuk i realizojmë dot. Kris,
Janë disa rubrika që në fakt do t'i kapim me radhë dhe do t'i diskutojmë. Cilat kanë qenë rubrikat më të diskutuara në grupin tuaj? Atje ku mendonit që duhet të përqendroheshit më tepër? Më tepër tek debati dhe tek pjesa e pyetjeve të shpejta të quizit. Të quizit. Kryesisht quizet, kur ndërtohen në këto tipe konkursesh, çfarë lloj pyetjesh zgjidhen? Zgjidhen më shumë pjesë gramatikore, si për shembull analizimit të një fjalie ose jitës së autorëve dhe letërsisë. Pyetje që nuk kanë nevojë për shumë shtjellim, por që njëkohësisht duhet ti jesh i shpejt dhe ta mendosh përgjigjen, pas janë me kleçk. Ka një. Po. Ju thatë që jeni përgatitur që në dhjetor. Po. Keni pasur edhe një listë të librash të cilat duhet i kishit lexuar. Po. Mund t'i përmendim librat dhe autorët? Po. Atëherë disa nga librat, unë po filloj me Tregimet e mundshme shqiptare nga Mitrush Kuteli. Ndoshta kujtohet edhe Kris diçka tjetër, libra? Po, Ditari Ana Frankut. Ditari Ana Frankut. I shkruar nga Ana Frank, i botuar më vonë nga babai i saj, Otto Franku. Kronikën e Gurë. Po. Mej? Edhe libri Kronikën e Gurë, që na la dhe shumë vesa. Kadares. Pra, këto libra ju i kishit të detyruara ti lexonit. Po. Sepse pyetjet mund të ishin edhe rreth tyre. Kjo nuk dyhet sepse ishte. Po. Ishte rubrika e parë që ishte kartolina e librit, ku përzidhe një pjesë ose gjithësi libër dhe bëheshin disa pyetje për të cilat ne duhet të flisnim, duhet të shtjellonim dhe duhet të fusnim edhe pjesën e librit, jo vetëm të bazoheshim nga fragmenti i dhënë në pyetje. Edhe në konkursin Tiranë ju kishit këto libra. Po. Ishin këto libra të përzidhura, pra këto ishin për të gjitha shkollat të vendosura. Mund t'ju pyes tani, konkursi ka mbaruar, cila pjesë ju ka rënë në përballjen me Edi Durham? Po, ne u dhanë 2 libra. Po. U dha Ditari Ana Frankut dhe Tregimet e mundshme shqiptare. Tregimet e mundshme shqiptare. Kris, pyetjet si ishin formuluar rreth këtyre 2 librave? Ishin më shumë pyetje me analizim, mjedhitës të brendshme të personazheve. Tek Tregimet e mundshme shqiptare bazoheshem më shumë në përgjithësinë e heroikës shqiptare, me Bejsën dhe dashurinë për Adeun, ndërsa Ditari Ana Frankut bazoheshem më shumë në jetën e Anës në aneksin sekret. Aneksi sekret, po. Bukur. Ndërkohë kemi pasur një rubrikë shumë bukur me poezinë. Mej, cila është poezia që keni zgjedhur ju si grup? Po, poezia jonë ishte Anës Lumejve e Fansilian Nolit, të cilën Kush e ka interpretuar? Alicia, ja. Alicia, që do ta kemi pak më vonë në studio, Alicia. Po, na përfaqësojmë me shumë dinjitet, për mendimin tim ishte një poezi recituar në mënyrë shumë të mirë, dhe kjo arriti që të merrnim pikët maksimale në fazat e para. Do ta Alicia, pse është bërë kjo zgjedhje dhe pse keni zgjedhur Fanolin? Ju dakordsuat gjithë si grup që duhet ja besonit Alicias. Po. Kjo ishte? Po. U dakordsuat të gjithë? Po. Po, ja nuk kishte atër mbetje mes grupit? Jo. Jo. Dua të ndalim pak tek debati. Tema e debatit ishte e zgjedhur nga ju apo nga hartuesit e tezës, e pyetjes? Tema e debatit ishte e zgjedhur nga hartuesit. Ne na ishin dhënë 10 tema debati, nga të cilat do të zgjidhej një, dhe temat u zgjodhen në mënyrë të rastësishme. Do me thënë, ju duhet ishit përgatitur për të 10 temat? Po. Mundet cilat ishin disa nga temat? Po. Kryesisht nga cilat fusha ishin zgjedhur? Po, një temë ishte është më mirë të kesh një shok robot apo një shok njeri. Tema që na ra ne ishte a duhet të zgjesh shkolla pjesën më të madhe të ditës, përfshirë dhe aktivitete sportive dhe artistike që zhvillohen në shkollë. Kryesisht debati duhet kishte argumenta pro dhe kundër, ë? Po. Kjo besoj se ka qenë. Zgjidhej me short, ne na ra kundër, ndërsa grupi të Tiranës era pro. Kris, si e argumentuat kundër ju? Pra, shkolla do thot, shkolla ju zë pjesën më të madhe? Apo pjesën më të madhe ju zën aktivitetet? Ne ishim kundër shkollës pjesën më të madhe të ditës. Ishit kundër, pra duhet të argumentonit pse kundër. Si argumentuat? Më shumë e pjesës së shëndetit mendor të nxënësve, të cilët shkolla i ndjek edhe pas orarit, nëse më me detyra shtëpie dhe aktivitete të ndryshme. Ne menduam se aktivitetet sportive dhe artistike janë një mënyrë çlodhje ose relaksimi për të lejuar trurin të marrë pak frymë. Ky ishte një nga argumentat. Cilat kanë qenë argumentat e palës tjetër që e mbronin?
Dhe pala ti të krijon një punë shumë të mirë me mbrojtjen e argumentave të tyre dhe me fjalën mbyllëse si shkolla nuk është burg. Përqendroheshin më shumë tek fakti që nxënësit duhet të përqendroheshin në zhvillimin e tyre akademik me mësimet për të krijuar një të ardhmë më të mirë. Argumenta bindëse dhe këto. Po. Besoj dhe ju e kuptonit, që kishin argumente bindëse. Ndalemi pak tek lojrat gjuhësore. Eni? Këto janë edhe zbavitse, po natyrisht që kanë dhe brenda atë... Kanë një lloj vështirësie vetë. Lojrat gjuhësore janë më së shumti jo në pjesën as gramatikore, as atë të letërsisë, por janë të përqendruara në ndryshime fjalësh, fjalë e urta, shprehje frazologjike, edhe formimi i fjalëve. Për shembull, një pyetje që kishim ne ishte të krijonim disa fjalë të tjera, duke ndryshuar vetëm shkronjën e parë të fjalës bot. Edhe pavarësisht se në pamje të parë mund të duket një gjë e thjeshtë, kur jati me gjithë ato emocionet vështirësohet. Si arritët ju të menaxhonit kohën, se natyrisht kishit për çdo pyetje edhe një kohë të limituar? Po, edhe koha mund të them që ishte edhe pak pengesë, se ne nxënësit mendojmë sa më shumë kohë të kemi, aq më shumë do të bëjmë, por faktikisht ndonjëherë dhe kur jeni në presion, e bën punën më të saktë dhe arrin që të dalësh në përfundimet e sakta. Sa ishte numri lojrave gjuhësore që ishin zgjedhur nga artuesit? Mendoj rreth 3-4. 3-4 lojra gjuhësore. Po. Një tjetër pikë e konkursit është projekti. Po. Ishte një projekt me që duhet ta kishit përgatitur më përpara se sa të shkonit? Po, duhet ta kishim përgatitur që në fazat e para. Ne punuam të gjithë, morëm dhe një ndihmë nga mësueset e shkollës, mësueset e gjuhës, të cilat i falenderoj shumë, sepse dhanë një kontribut shumë të madh në projektin ton. Pavarësisht se ju keni punuar me mësuese mirën, jeni konsultuar edhe me mësueset e tjera të shkollës. Po, kryesisht me mësuese mirën, por natyrisht edhe mësueset e tjera kanë dhënë kontributin e tyre. Projekti mendoj se ishte vërtet shumë i mirë, i plotësonte të gjitha kriteret. Për të reprezentuam unë dhe Eni. Rreth kohës u bazuam tek koha që duaj, nuk e tejkaluam, tek slajdet, mendoj që ishte i hartuar shumë mirë. Eni, cila ishte tema e projektit? Biblioteka Pamure, ishte një faqe... Biblioteka Pamure. Është një temë që e zgjidhnit ju, apo e kishit të kushtëzuar nga... Tema u zgjodh nga ne, ishte domethënë të gjitha shkollat kishin të lirë, pra mund të zgjidhnin vetë temën. Ne bëm një faqe webi ku mund të lexohen libra digital dhe libra audio, sepse ne vum re që numri lexuesve sa vjen dhe po ulet, dhe nuk ka një faqe posaçërisht për librat online. Nëpërmjet faqes son, librat mund të aksesohen kudo, në çdo kohë, në çdo vend, zën shumë pak hapësirë dhe ne shpresojmë që nëpërmjet kësaj faqeje të rritet numri i lexuesve. Kris, kjo është një ide shumë e mirë, bibliotek Pamure, po sigurisht ju e kishit temë projekti, po a mund të kthehet në një realitet të prekshëm për shkollën tuaj kjo? Ndoshta duhet punuar më shumë edhe me të drejtat dhe të librave, dhe është një faqe e hapur ku çdo kush mund të hedhë një libër brenda. Janë e-books dhe audiobooks falas, të mbledhura në një vend, zakonisht janë libra të cilat nxënësit mund t'i përdorin për biseda letrare dhe për lexim jashtë klase. Janë të vërtita në rreth planit mësimor në lendën e gjuhës shqipe. Është e hapur çdo kush që ka kohën e lirë mund të hedhë libra. Ne mendojmë se ishte një ide shumë e mirë. Në fakt është ide shumë e mirë, duke patur parasysh që jo të gjithë bashkëmoshatarët tuaj drejtohen bibliotekave, për shkak të kohës tuaj goxha të kufizuar që keni, edhe për shkak të pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme, po natyrisht në shumë prej nesh përpiqen edhe të kursejnë edhe të ardhurat, kështu që është një mënyrë shumë e mirë. Keni menduar ndonjëherë ndonjë plan? Tani ju jeni nxënës në klasën e 9, po dhe edhe për disa muaj do largoheni, po keni menduar që ndoshta mund t'i lini shkollës diçka të tillë, një audiobook që mund të jetë për bashkëmoshatarët tuaj? Faqja është e hapur, mendoj se QR kodet mund të shpërndahen nëpër shkollë. Ne kemi bërë tashmë projekte të tilla si një magazinë në anglisht ku çdo kush mund të hyjë dhe të ndoshta ta ndryshojë, ndoshta ta argëtohet, dhe jemi duke punuar me një fjalor fizike.
fjalor fizike, shumë interesante. Po. Pra jo vetëm projektin e gjuhës, që sigurisht është lënë i hapur për të gjithë nxënësit e shkollës, QR-kodet janë të vendosura në ambientet e shkollës, edhe linku nëse me të drejtë nuk lejohen telefonat, mund të kopjohet linku dhe të hapin nga ambientet e shtëpisë, por po mundohemi që përveç këtij projekti të lëmë dhe disa të tjera website që mund të hapen dhe mund të përdoren shumë lehtë. Pra, gjithë ideja është i shërbeni komunitetit të shkollës, por jo vetëm, edhe jashtë mureve të shkollës mund t'i shërbej dikujt. Tani konkursi ka përfunduar. Unë e thash edhe pak më parë dhe besoj edhe mësuesit u kanë thënë që ju jeni fitues, gjithsesi. Cilat mendoni se kanë qenë pikat tuaja më të forta në këtë konkurs? Kartolina e librit, sigurisht. Kartolina e librit. Mendoni që jeni prezantuar shumë mirë aty. Shumë të përgatitur në kartolina e librit, si me libra të lexuar dhe të punuar me përpara gjatorëve mësimore. Një rubrikë tjetër është edhe quizi, dhe në quiz, në të gjitha fazat, kemi qenë precizë, kemi qenë të shpejtë dhe mendoj që kemi dhënë një performancë pozitive. Po, çfarë mund bënit ju më mirë? Për përgatitjen nuk them që nuk ishte mjaftueshme, sepse ne dha më të mirën tonë, përgatiteshim çdo ditë, mblidheshim të pesë në djathtësitë, por mendoj që emocionet bën punën e tyre dhe prandaj ndoshta nuk arritëm dot në atë nivelin maksimal që ne kishim imagjinuar veten tonë se do të arrinim, por megjithatë nuk mendoj se mund të përgatiteshim më shumë se aq. Dha më të mirën tonë. Më thuaj pak, pse janë kaq të rëndësishme këto lloj konkursesh? Janë të rëndësishme sepse përmes këtij konkursi ne përveç se përgatitëm veten tonë në gjuhën shqipe, ne jemi të përgatitur edhe për provimin e gjuhës shqipe, provimin e lirimit. Ne gjithashtu afruam më shumë edhe të pestë si nxënës, bëm një fryma e grupit, ë? Fryma e grupit, po. Shkuam dhe në Tiranë, përfaqësuam Korçën, që do të thotë se përmes këtij konkursi ne pam se vërtet sa të aftë ishim në gjuhën shqipe. E provuat vete. Po. Këto lloj konkursesh nuk janë vetëm të rëndësishme në anën personale të një individi, por edhe për të ruajtur vlerat e gjuhës, sepse ne siç e shohim në gjuhën shqipe po huazohen çdo ditë më shumë fjalë të huaja dhe duke një pjesë nuk i shmangin dot, është e pamundur. Duke organizuar konkurse të tilla shpaloset e gjithë ajo gjuha, ajo bërthama e gjuhës shqipe që nuk duhet kur të harrohet dhe të lihet pas dore. Kris, pak më përpara ju përmendet që keni mundur të hartoni edhe një fjalor fizike, që do thot sërish gjuha është e pashmangshme në këtë pjesë. Sa të ka shërbyer pjesëmarrja në këtë konkurs? Ishte hera e parë që u bëshe pjesë e një konkursi të natyre? Po, të kësaj për masave, po ishte hera e parë. Si ndjeve? Ishte emocionet bën punën e tyre, ishte në fillim shumë entuziasmuese që do të mund të konkuronim kundër shokëve ta nga shkollat e tjera dhe për mua personalisht që gjithmonë e kam pasur pak problem gjuhën shqipe, ishte një mundësi më e mirë për të përforcuar dhe për të kuptuar disa gjëra të cilat më përpara ndoshta nuk i kisha kuptuar aq mirë. Ndihem shumë mirë dhe jam shumë krenar veten time që arritëm deri aty ku kemi arritur. Tu dha një mundësi dhe ti e shfrytëzove. Po. Unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Natyrisht që gjithçka që ndati nuk ishte gjë tjetër, jo vetëm një arritje juaj, po edhe një mesazh shumë i fortë që jepni bashkëmoshatarëve. Ju uroj shumë suksese edhe për një arsye tjetër të fortë që jeni nxënës së klasën e 9, edhe do të përballeni me një provim që do t'ju hedh pastaj në një hap tjetër, do të hapni një faqe tjetër në jetën tuaj. Ju uroj shumë suksese. Dhe do të mirëpresim tani edhe 2 pjesëtarë të tjerë të këtij grupi, absolutisht nuk mund t'i ndajmë. Do të përcjellim tani Enin, Krisin edhe Mejin, e do të mirëpresim 2 nxënës të tjerë, Sofian dhe Alisian. Ju uroj shumë suksese, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu. Ndërsa tani kemi në studio 2 pjesëtarët e tjerë të grupit, grupi i cili natyrisht ka përfaqësuar jo vetëm shkollën 9-vjeçare mësentoria pa shqipe, po qytetin e Korçës në një konkurs dinjitos të gjuhës shqipe që zhvillohet për të 4-tim vit radhazi në rang kombëtar. Alisio Haxhillari, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sofia Merollari.
Përshëndetje, ju falenderoj për këtë mundësi dhe faleminderit. Faleminderit ju që erdhët edhe faleminderit që keni përfaqësuar Korçën bukur në një konkurs kombëtar, po përpara se sa të flasim për emocionet e konkursit që ende i keni ato fluturat që u shoqërojnë, se ashtu sikur se e thanë dhe shokët tuaj, Edi Durham është një shkollë vërtet shumë e përgatitur në Tiranë, po kjo nuk do thotë që dhe ne nuk kemi nxënës, kemi nxënës shumë të mirë dhe të përgatitur nga mësuese shumë të përkushtuara. Alisio, ju jeni përballur me disa shkolla në rang zëvaje, e pastaj keni kaluar dhe në drap. Me cilat shkolla keni mundur të konkuroni? Domethënë, besoj nëpërmjet një shorti. Po, në fillim pasi kaluam fazën e parë që ishte kundër klasës paralele, ishte faza e dytë që ishte kundër. Pra e keni zhvilluar brenda shkollës. Po, në fillim ishte brenda shkollës kundër klasës paralele, më pas ra shorti për fazën e dytë që ishin shkollat Nuçi Naçi, shkolla nëntëvjeçare në Bulgarec. Pra ju keni konkuruar me shkollën nëntëvjeçare Nuçi Naçi dhe me shkollën nëntëvjeçare të Bulgarecit. Po ashtu edhe me shkollën nëntëvjeçare të Mollasit. Të Mollasit, po. I keni kaluar këto faza dhe pastaj kaluat në fazën tjetër, mes cilave shkolla? Si fillim ishte shkolla Sevastia, pastaj Stavri Themeli dhe në fund Naumi. Dhe ju përballët në fund me Stavri Themelin. Po. Kështu që arritët të merrni pikët maksimale dhe kaluat në rang drapi. Po. Aty me cilat shkolla u përballët? Po, aty ishte një shkolla që thatë ju nga Elbasani, nga Gramsci dhe nga Prenjasi, ku ne me shkollën nëntëvjeçare nga Elbasani ishim me pikë të barabarta, 90 pikë. Po, me shkollën Qamil Guranjaku. Shkolla Qybra Sokoli në Prenjas, pra kjo ishte Elbasani, Prenjasi dhe Aslan Shahini Gramsh. Këto ishin 3 shkollat me cilat u përballat. Me Elbasanin ju keni qenë me pikë të barabarta, 90 Elbasani, 90 ju. Kështu që të gjithë ishit pastaj përfaqësues në rang kombëtar, pra me 20 shkollat të cilat u bën pjesë të këtij edicionit 4. Në këto faza që kaluat, cilat shkolla ju duken që i kishit konkurrent të fortë? Njërë në rang zëvaje. Po, atëherë në fazën e parë, shkollat e Mollasit, Bulgarecit, po ashtu edhe Nuçi Naçi ishin përgatitur, por nuk ishte e njëjta përgatitje siç kishim për Stavri Themeli, Sevastia, po ashtu edhe Naumi. Me kishit ju pikën tuaj më të fortë? Pika më e fortë do theksoja recitimin e Alisios në poezia, po. Arriti ta shprehte tamam me intonacionin e duhur, emocionet dhe po ashtu edhe me mimikat e fytyrës ishte perfekt. Mund të theksoj edhe kartolinën e librit, atje i kishim dar librat se cili do mësonte nga 2 edhe ishim shumë të përgatitur. Po. Pra, edhe kur u përballët me shkollën Stavri Themeli, ishit të sigurt që ju kishit një lloj sigurie apo kishit konkurrent fort dhe ata? Çfarë vlerësuat ju tek kundërshtarët tuaj, Alisio? Pavarësisht se fituam fazën e parë, edhe me këto shkolla si Stavri Themeli e Sevastia, pak përsëri kishim pak pasiguri, pasi e dinim që ishin shkollat. Nuk i neglizhuat kundërshtarët. Jo. Por përkundazi bëjmë akoma dhe më shumë përgatitje. Te shkollat kundërshtare mund të seksoja se ato ishin të shpejta në disa rubrika, siç ishte rubrika e pyetjeve të shpejta si kuici. Kuici, gjuhësor. Edhe atje hasëm pak vështirësi me shkollat, por përsëri ja dolëm që në fund të i mundin dhe me një diferencë të madhe prej diku të 11-12 pikësh. Me shkollën e Elbasan, ju keni qenë me pikë të barabarta. Po, 90 pikë. Si ka shkuar ky konkurs, kur shkollat janë me pikë barabarta, besoj lufta ka qenë e fortë aty. Ku herë një shkollë, herë një tjetër, te cilat rubrika, Alisio? Në kartolina e librit. Te kartolina e librit. Po, ajo ishte edhe një nga pikat tona më të forta, pasi gjithmonë në çdo fazë aty merrnim pikët maksimale. Maksimale. Po, ishim shumë mirë aty. Ata ku ishin më të fortë? Ata ishin më të fortë, po, edhe ata ishin të mirë në kartolina e librit, por edhe në lojrat gjuhësore. Lojrat gjuhësore. Kryesisht cilat lojra për shembull mund të veçojmë? Jam kurioze, lojra gjuhësore, në përgjithësi jemi mësuar me emërtime të tjera, po lojra gjuhësore kryesisht çfarë kanë qenë, si ishin formuluar? Kryesisht ishin për shembull ushtrime të shpejta ku duhet të ndërtonin fjali sipas kërkesave që e kishim të dhënë.
kishte një kërkesë, duhet ndërtoni fjali duke plotësuar kriteret e... Po ashtu duhet të përdornim dhe një pjesë fjale në fjali, njerë një lidhës duhet ta përdornim në shkakore, njerë në ftylluese dhe ishte kështu. Nga kushti që ju vendosni, no? Po, sigurisht. Kërkesa ishte thelbësore dhe pastaj vazhdonim ta bënim ushtrimin. Pavarësisht kësaj, arritët t'ja dilnit, fituat me pikë të barabarta dhe kaluat në një fazë tjetër. Alisio, të kanë përzgjedhur grupi dukej në mënyrë unanime për të interpretuar poezinë. Pse zgjodhët Anës Lumejve të Fanolit? Atëherë në fillim të tëra rubrikat i tham të njëjtën rëndësi dhe për recitimin mësuese Mira më zgjodh më sugjeroi mësuese Mirës? Anës Lumejve. Anës Lumejve. Përveç kësaj ne zgjodhëm disa poezi të tjera. I menduam për këto dhe menduam se poezia më e mirë që mund të na përshtatet ishte Anës Lumejve nga Fan Stilianoli. Nga Fan Stilianoli dhe grupi ta besoi ty. Dhe konkurenti që kishe nga shkolla Edi Durham në Tiranë, çfarë poezi interpretoi? Ishte një poezi nga Mitrush Kuteli. Jam shqiptar prej Kosovë. Kishit të kushtëzuar tematikën e poezisë? Apo kjo ishte zgjedhje e lirë? Ishte një zgjedhje e lirë, por dhe duhet të ishte nga një autor shqiptar. Duhet ishte patjetër nga një autor shqiptar. Kushti. Po. Përmendet vazhdimisht Sofia kartolinën e librit. Si ndat ju brenda grupit librat? Po, atëherë ishin 10 libra dhe secili do merrte nga 2 libra për t'i analizuar figurat letrare, personazhet dhe çdo tematikë të cilën e trajtonte libri. Ne nga këto 10 libra i ndam, për shembull Krisi kishte librin e Ana Frankut, unë kisha librin Historie Skënderbeut nga Naim Frashëri, po ashtu dhe Tregime të Motshme nga Mitrush Kuteli, dhe po ashtu dhe librat e tjerë u ndan nëpër grup. I ndam sepse disa i kishin lexuar më parë këta libra dhe ishin më familjar me ta, i kishin njohur kështu. Ishte më të lehtë. Po, ishte më e lehtë. Ishte më e lehtë. Në një kohë kur bashkëmoshatarët tuaj janë të përqendruar tek lojrat kompjuterike, ju ishit të detyruar në një farë mënyrë, po natyrisht edhe me dëshirën tuaj, të përqendroheshit tek lojrat gjuhësore. Mund të ndajmë pak me bashkëmoshatarët tuaj, pse mund të jetë zbavitës edhe një lojë gjuhësore? Alicia. Sot teknologjia gjithmonë e avancosh me hapa shumë të mëdhenj dhe të rinjtë të sidomos mosha jonë janë gjithmonë të fokusuar atje. Por edhe lojra gjuhësore mund të jenë shumë të rëndësishme, mund të jenë shumë tepër zbavitëse. Pasi siç ishte edhe në konkurs si kuizi dhe në lojra gjuhësore ishin shumë zbavitëse dhe ishin të shpejta, dhe duhet të jepni një përgjigje shumë të shpejt. Edhe ato ishin zbavitëse, pasi edhe në përgatitje ku shikonin kuicet të mëparshme, ishin të shpejta dhe gjithë, po na pëlqenin më shumë dhe po i kushtonin vërtet një rëndësi të madhe. Kërkoni një farë përgatitje, pra një formim gjuhësor? Po, sigurisht, sidomos në pjesa kur duhet të ndërtonin fjali me një lidhës shkakore ose duke përdorur një përcaktuar skallëzuesor. Pra duhet kishin një formim gjuhësor ata që do t'i... Po, sigurisht. Dhe duke përdorur edhe këto lojra e zhvilloi edhe më tej këtë njohuri. Shumë interesante. Tani, unë duhet flas pak për rolin që keni luajtur ju tek debati. Sepse sigurisht të 5 anëtarët kanë pasur pozicionin dhe rolin e tyre. Për sa i përket debatit, me çfarë argumenta mendoje, Alisio, se duhet ta mbroni temën tuaj? Po, neve në... Se një farë mënyrë keni qenë të detyruar të mbroni argumentin kundër, se nuk kishit çfarë të bënit, kjo ju ra në short. Po, dhe siç ishin 10 tema debati që na u dha në para konkursit në Tiranë, dhe ne të 5 anëtarët u munduam që të gjenim edhe argumente pro edhe argumente kundër, pra të ishim të përgatitur. Dhe mendoj se pika më e fortë në një debat që në argument duhet të japësh edhe fakte. Pra në argumentin që ti jep duhet të jesh edhe parashtruar edhe me fakte, pra se ku e ke gjetur ti këtë argument. Po, burimin e informacionit. Pasi kjo të jep dhe gjithmonë të jep edhe më shumë pikë dhe të favorizon gjithmonë më shumë. Po. Ju përpoqet të gjeni vetëm një burim?
Jo, ne u fokusuam në disa burime dhe po ashtu edhe për të parë dhe vërtetësinë e burimeve. Burimet besueshme. Po sigurisht në konkursi kundër Tiranës ishte tema e debatit shumë e fortë, po ashtu edhe juria u fokusua, tha nuk kishit çfarë të jepnin më tepër. Po u mbështetëm në fakti për shkollën, pra tema jon ishte a duhet të zerë shkolla pjesën më të madhe të ditës. U mbështetëm në fakti se një nxënës duhet të fokusohet po ashtu edhe në familja, edhe në jeta e tij personale, një çlodhje për trurin, mund të thuash. Po ashtu edhe në një fakt tjetër, i cili është disa nxënës nuk kanë të njëjtët interesa si nxënësit e tjerë dhe shpesh e shohim edhe në shkollën tonë, për shembull në arti ose në sportet, jo çdo nxënës është i fokusuar dhe nuk jep dot maksimumin. Nëse do t'ju linin Alisio të lirë të zgjidhnit, këtë temë do të zgjidhnit ju? Pra, nëse nuk do të kishit këtë temë që ju ra në short, cilën nga 10 tema do të zgjidhnit ju? Pra, ku e ndjenit veten që ishit më mirë, më të përgatitur e kishit argumenta më bindësa? Po, në momentin e parë që pam 10 temat, 2 ishin temat që po na pëlqenin më shumë, edhe tema e parë ishte a është më mirë të kesh një shok njeri apo një shok robot, ose dhe tema tjetër ishte si duhet të tregohet historia më mirë, nëpërmjet një libri apo nëpërmjet një filmi. Shumë interesante kjo. Këto ishin 2 tema që na pëlqenin më shumë, por do të thoja që më e mira që do dëshironim të kishim ishte a është më mirë të kemi një shok njeri apo një shok robot. Tani jam kurioze të pyes, kë argument do mbronit ju? Shok njeri apo shok robot? Do të mbronim shok njeri, sigurisht. Shok njeri. Mund të kem vetëm një argument pse një shok njeri, Sofi? Po, sigurisht. Atëherë, një shok njeri ka shumë emocione dhe ndjenja se sa një shok robot, po ashtu ai mund të verë në dukje edhe gabimet e tua dhe ti mund të përmirësosh për herë më shumë veten tënde. Ne kryesisht këto tema na u duken më interesante pasi kishte të dyja llojet e argumenteve, edhe pro edhe kundër, dhe mund të ishte një debat akoma dhe më i fortë. Po shorti ra që të diskutonit për mjedisin e shkollës. Megjithatë, t'ju pyes, sa e rëndësishme është mjedisi i shkollës për ju, edhe sa e rëndësishme është edhe pjesa jashtë, se unë kam disa informacione që ju absolutisht merrni edhe me aktivitete jashtë. Po, e doni sportin, doni aktivitete të tjera, çfarë peshe zën ato dhe rol luajnë ato në të përditshmën tuaj? Atëherë unë do ta filloja sipas një studimi të kryer kohët e fundit. Shkolla është një lodhje e nevojshme për fëmijën për të zhvilluar aftësitë e tij akademike, po ashtu edhe aftësitë e tij sportive dhe artistike, siç është fizkultura dhe arti. Dhe kjo është një lodhje e nevojshme deri në shtator dhe e zhvillon sa më tepër fëmijën, sa më tepër të mundet. Pastaj pjesa tjetër mbas shkollës, fëmia duhet të bëjë sa më shumë aktivitete fizike për të çlodhur trurin, mendjen, edhe për t'i bërë sa më mirë shëndetit të tij. Nga mjediset ku sa më shumë kohë të kalosh, aq më i përgatitur të jesh dhe për çdo sfidë më tej për të ardhmen. Alisio, pjesa e dytë e ditës për ty është e angazhuar me çfarë? Po, me veprimtari të tjera, me veprimtari sportive, siç është futbolli dhe volejbolli. Dhe volejbolli. Po. Ndërsa për Sofin? Kryesisht veprimtari artistike, për shembull kur jam në shtëpi dua për herë të vizatoj, jam shumë e talentuar atje. Po ashtu edhe për një kohë jam marrë edhe me tenis, një aktivitet sportiv shumë i bukur. Aktivitete të tjera sportive. Dua t'i kthehem përsëri në konkursit. Folëm pak edhe me shokët tuaj për sa i përket një pjesë tjetër të rëndësishme, që sigurisht ishte edhe projekti. Mënyra se si prezantohen ndonjëherë projektet janë një pikë kyçe, pikë shumë e rëndësishme. Ku mendoni se mund të ishit përmirësuar, pra diçka që mund ta kishit ndryshuar dhe prezantimi mbase mund të ishte edhe më tërheqës për audiencën? Po, ndoshta mund të them që kishim pak problem dhe me kohën që na ishte dhënë për prezantimin e projektit, pasi duhet të ishte. Po, pasi duhet të ishte vetëm 3 minuta. Për 3 minuta duhet ta prezantoni të gjithë projektin. Për 3 minuta duhet të ishte i prezantuar i gjithë projekti. Dhe kjo mendoj se nuk na favorizoi ta shumë, pasi ishim disa informacione që nuk mund t'i futnim dhe t'i thonim gjatë prezantimit.
Po, ishin disa informacione si për shembull pyetësorët nuk mund t'i interpretonim si duhet dhe thjesht I kaluam me një fjali, si për shembull kemi bërë edhe disa pyetësorë dhe ja ku janë rezultatet. Dhe kjo na uli pak pik me thënë drejtën, sepse ishte një kohë jo shumë. Ju kishit realizuar anketa? Po, sigurisht, kishim realizuar anketa në lidhje me librat, pra sa libra keni lexuar ju këtë vit, dhe po ashtu si do ta donit librin digital apo fizik. Parë donim të shihnim se sa I nevojshëm do të ishte një libër digital, pra një bibliotek pamure për nxënësit e shkollës. Po, dhe pika më e forte që me e rëndësishme që mendoj që ishte në projekt ishte edhe produkti, që produkti ynë ishte krijimi një faqe web që përmbante libra pamor dhe audio. Qëllimi I këtij projekti është të krijuar një apostillë digjitale ku mësuesit nxënësit por jo vetëm të kenë mundësi të lexojnë, të ruajnë dhe të ndajnë pas tyre libra në formë elektronike të karakterit letrar, shkencore, enciklopedike të tjera. Përdorimi I bibliotekës digjitale si burim thjesht të aksesueshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Të promovojnë përdorimin e mjedislave të gjetëra, pa përdorimin e letrës për të qenë sa më miqësor me natyrën. Dhe të përpiqemi që dhe ne të ishim në hapat e kohës. Digitalizimi është një nga elementet më të rëndësishme. Biblioteka digjitale synon të nxjisë dashurinë për leximin, të lehtësojë qasjen e tij, si të promovojë ruajtjen e dashurisë kulturore në mënyrë moderne. Rezultatet tona të pritshme janë të zhvillojnë dëshirën për të lexuar dhe eksploruar literaturën përmes bibliotekës digjitale, rritja e aftësive digjitale dhe kërkimit të informacionit në internet. Bashkëpunimi I mirë dhe shkëmbimi I ideve për projekte dhe të mundësojmë që informacionet jenë sa më aftë dhe sa më interesantë për nxënësit. Situacionin e këtij. Nga pyetësorët që ne kemi zhvilluar në shkollën tonë, kemi arritur të përfundimit se librat kanë pasur popularitetin e tyre. Bibliotekat kanë një numër shumë të kufizuar librash, dhe kjo është shkaktu sepse pjesë e centrës me bisedë dhe fare dhe për detyra të tjera shkollore, nuk kanë të pajisur të përgatitur si çfarë bëjnë. Përmes kësaj teme ne duam të tregojmë se sa I rëndësishëm është leximi për zhvillimin e dijes, dhe eksploruojmë dashurinë për librin në botën digjitale, ku ne të rinjt kalojmë pjesë më të madhe të kohës. Të krijojmë një hapësirë të përbashkët të mësuesit dhe nxënësit, sepse biblioteka digjitale është e ardhmja e leximit. Ne të shohim disa pyetësorë që ne kemi zhvilluar në shkollën. Në pyetësorin e parë ne pyetëm 100 nxënës të shkollës tonë se sa libra kishin lexuar këtë vetë. Nga përgjigjet e tyre ne ndërtuam këto grafik dhe dolëm në rezultatet se 57% e tyre nuk kishin lexuar asnjë libër. 20% kishin lexuar vetëm 2 libra. 15% kishin lexuar 3 ose më shumë libra. Ne intervistuam më pas më të njëjtin nxënës për formacion e tyre të parapërfshirë të leximit. Nga ku dolëm të përfundime se 85% e tyre përqendrohen më shumë libra digital dhe vetëm 50% librat në letër. Ne zbuluam se nëse libra do të ishin të afishuar në mënyrë digjitale, jo vetëm që do të ishin më të lehtë për nxënësit për të aksesuar, por njëkohësisht do të mund të nxisin dashurinë për leximin. Ne të shohim hapat e punës. Si fillim, ne përzgjedhëm grupin e punës, dhe më pas na Ne ulutuam materialin e bibliotekës digjitale dhe përgatitëm materialin digital në formë audio dhe pamor në një faqe interneti të vetme të krijuar manualisht nga vetë ne. Si përfundim përgatitëm fletballosit me linkun e faqes dhe titujt e librave. Ne përdorëm një gamë të gjyrë burime, si interneti, kompjuteri, aplikacionet e prezantimit, Canva, PowerPoint, Google Slides, si dhe libra shkollore. Grupet e interesit janë sigurisht nxënësit, mësuesit, por edhe komuniteti, se meritojnë një mundësi për të lexuar. Buxheti rrethën e 20.000 lekë të reja dhe u financua vullnetarisht nga bizneset e qytetit dhe nxënësit e shkollës. Do shohim përshkrimin e produktit tonë, duke nisur me pak informacion. Çfarë është libri digital, audio ose not? Audiobooks janë libra të afishuar në internet, ku përdoruesi I dëgjon ato në vend të lexojë. Është më praktike për njerëzit e vegër ose për ata që thjesht nuk kanë kohë të lexojnë dhe mund të bëjnë një aktivitet tjetër në skont. Ndërsa e-books janë të nostalgjikët, të cilat ende duan të lexojnë një libër të mirë, por ka pasur nevojë të shqetësohen për tërhimin ose për afatën e dorëzimit. Produkti ynë do të jetë krijimi I një faqe interneti me audiobooks dhe e-books, të danja libra siç thash, të karakterit letrar, shkencore, enciklopedike të tjera. Krijimi I një fletballosi, në të cilën kemi vendosur më shumë informacione dhe bibliotekës digjitale shqiptare. Projekti ynë është krijuar në anë të programeve PowerPoint, Google Slides dhe Canva.
Përzierja e librave, ashtu sikur se e tha edhe Kris, shoku juaj, në fakt kishte libra kryesisht i përshtateshin moshës tuaj, po sigurisht i referoheshin edhe programit lëndor tashmë të përcaktuar në shkollën nëntëvjeçare. A mendoni që ndoshta është e nevojshme që kjo bibliotekë digjitale, kjo bibliotekë pamure të pasurohet edhe me grup mosha të tjera? Po, absolutisht. Ne në kjo bibliotekë kemi futur libra për çdo grup mosh, nga fëmijët për pralla edhe deri tek të rriturit. Kemi munduar me së shumti për libra për moshën tonë, pra libra për adoleshencën, dhe kryesisht kemi kërkuar nëpër internet libra audio dhe e-book. Po, është diçka shumë praktike, pasi me vetëm një klikim ti mund të lexosh çfarë do lloji libri të duash. A mund të jetë kjo faqe webi aksesueshme edhe për kategori të tjera, fëmijësh, nxënësish, flas për kategori të cilët nuk kanë mundësi ta lexojnë librin? Unë i referohem, ju i përmendët në fakt, më shokët tuaj përmendën pak më përpara kategoritë veçanta të fëmijëve me aftësi ndryshe, siç mund të jetë kategoria e fëmijëve të verbër, për shembull, që kanë një hapësirë dhe një mundësi shumë të mirë për të klikuar e për të dëgjuar një libër të realizuar prej jush. Po, sigurisht, prandaj ne kemi vendosur dhe audiobooks për njerëzit me aftësi të kufizuara, pra të verbrit. Dhe ishte kjo bibliotekë është shumë e nevojshme për ta, dhe do t'i referohesha është diçka e cila do të vazhdojë deri në fund derisa të mbushet me libra për çdo moshë, dhe mendoj se është diçka shumë e nevojshme për nxënësit e sotëm, të cilët nuk kanë mundësi të lexojnë një libër. Alisio, gjuha shqipe është një provim i detyruar për nxënësit. Një provim i cili vazhdon në fakt edhe në shkollën e mesme, një provim i detyruar për të gjithë edhe për një arsye tjetër. Shpeshherë diskutohet dhe vihet një pikpyetje nëse arrin dot sot të rinjt të kuptojnë rëndësinë e gjuhës amtare. Jo vetëm pjesëmarrja juaj në një konkurs, por në tërësi e shohim pak problemin në makro. Sa e rëndësishme është që njëri të di jo thjesht ta flas bukur e ta shqiptojë gjuhën shqipe. Po. Ju falenderoj për bisedën e këndshme dhe absolutisht ju uroj shumë suksese për të finalizuar ciklin 9 vjeçar, këto 9 vite të bukura, të lodhshme, po besoj edhe të suksesshme dhe me kujtime të bukura. Po, sigurisht, faleminderit ju për kohën dhe ju uroj suksese në punë. Faleminderit. Faleminderit Alisio, të uroj suksese edhe në aktivitetet e tua sportive. Shumë faleminderit. Mirë, kemi zhvilluar sot një emision vërtet shumë të bukur kur flitet për gjuhën shqipe. Absolutisht që është kaq e bukur edhe emocionuese, sidomos kur shikon të rinj që e duan fort edhe që i bashkohen garave të tilla. Unë ju falenderoj të gjithëve që edhe sot në këtë mbrëmje të sëntes zgjodhët të qëndronit pranë ekranit të radio televizionit të Korçës. Dhe ju siguroj që edhe të ardhshme do të kemi tema po kaq interesante. Natën e mirë.